Elma Minbroma, mirë se erdhe, knaqësi që ju kam në Libero. Knaqësia është e gjitha imja, shumë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit që bëni emisionet të tilla, që ftoni personalitetet të tilla, edhe neve si shikuesi marrim informacionet e duhura. Knaqësia është krejtësisht e jona, faleminderit shumë. Nga ti kemi kërkuar që sipas formatit të emisionit na shkruash një letër për veten. I ke shkruar ndonjë letër vetës? Jo, dhe në fakt ka qenë një moment shumë i thellë reflektimi, dhe më thënë i kam njohur disa versione të reja të vetës, tu e shkruajt letrën për veten, edhe si profesioniste e shëndetit mendor ua sugjeroj të gjithëve dhe nëse jo në një emision, të paktën me reflektu edhe m'ja njoft pak më shumë vlerat vetës. Faleminderit shumë, atëherë me kënaqësi po të dëgjojmë. Atëherë, vetës, më fal, siç fal çdo ditë. Më falë që akoma nuk kam arritur të falë ato hije që i kam buluar haresa. Nuk të pas kam kërkuar falje asnjëherë dhe e shoh që pas kam gabuar. Më falë për gjithçka, më falë për të gjitha. Pa ty edhe shqetësimet do të ishin të pakuptimta. Më falë pa fund dhe falë në pafundësi, sepse asgjë nuk është më njerëzore se të kërkosh falje. E të falësh është treguesi që inteligjenca ka arritur integritetin. E integriteti në inteligjencë prek edhe pafundësinë e trurit ku gjithmonë ka një rrugdalje që nuk e kemi parë ende. Më fal prap edhe për diçka që mund ta kem harruar. Më fal për zjarrin që shndroi gjithçka në hi. E mos harro se edhe hiri mund të digjet. Faleminderit, faleminderit sepse shumë herët e mësove se njeriu është vetëm 5 sekonda. Faleminderit që hapet çdo derë duke pranuar të shohësh çfarë do që ka brenda, që ditë të dalësh nga aty ku mendja nuk prekte të tashmen dhe s'mund të lundronte të ardhmen. E ardhmja më frikson ndonjëherë. Kemi apo s'kemi frikë, duhet ja dalim gjithsesi. Tani që po e mendoj të ardhmen, po e shoh që pas kam humbur ndjesinë e kohës. Duket sikur një pafundësi e përjetshme e ndonjëherë si një vit i vetëm. Nuk kam besuar shumë në fat dhe rastësi, sepse çdo zero ka qenë një piknisje dhe asnjëherë 1% s'më ka mbajtur peng. Gjithmonë ka një shans. E për ta kuptuar, faleminderit që gjithmonë ke analizuar me mendje dhe vepruar me forcën e shpirtit. E kam kuptuar që aty ku jeton vetëdia është më e madhe se galaktika. Faleminderit që nuk u ndale në kufirin e parë. Hape mendjen për të parë të pafundmen dhe kuptove sa milimetrik është njeriu, por me një galaktik të tërë brenda. Një falenderim shumë i rëndësishëm, faleminderit të gjithë njerëzve që më kanë treguar se çfarë unë nuk dua të jem dhe çfarë nuk dua të bëhem. Në këtë pafundësi të një viti të vetëm, ditët mund të kenë qenë të vështira, por askund s'më kanë munduar sit e ditëve të mia kur kam njohur shumë mirë pse në jetës time. Pas kam edhe krenari. Krenari që nuk kam lënë shumë hapësirë mendimit të mendoj nëse nuk kam pasur diçka të vlefshme për të menduar. Që kam mësuar të them nuk e di, sepse ky mësim është gjysma e dijes. Liria e vërtet për mua ka filluar kur e kam ndjerë pafundësinë e mendjes dhe kuptuar limitet e informacionit. Kam një garë me veten, vetëm me veten, për verzionin tim më të mirë. Gjithçka tjetër, çdo garë tjetër është thjesht errësirë, e nëse mësohemi shumë me errësirën, dritën mund ta perceptojmë si armikun tonë. Pas kam shumë për të falur, por duke mos harruar, kam shumë për të jetuar, qoftë nëse është edhe një ditë e vetme. Pas kam shumë për të mbrojtur, mbi të gjitha nga dia e pavlefshme. Të gjithëve do na vi radha, edhe mua. Prandaj gjithmonë me kanë nxitur mendimi se çfarë do të lëm mbrapa, sepse vetëm njerëzit e mëdhenj jetojnë përjetësinë e kësaj bote, e një njeri të madh e bën qetësia mendore, sepse vetëm atëherë mund ta pranosh trinitetin e jetës që është kuptimi i çdo gjëje. Të gjitha vajzave të reja, bota ka nevojë për mendimin tuaj, prandaj stërviteni mendjen, sepse mua mendja gjithmonë më ka nxjerrur të triumfuar. Unë nuk erdha këtu vetëm,
Sot dua të falenderoj atë që më mësoi virtytin më të lartë dhe aftësinë më të pathyeshme. Atë që nëpërmjet tij e pash fuqinë e durimit dhe urtësinë. Doktor Nesim Iftari, gjithmonë do të jem shëmbëltyrë e suksesit tënd. Xhaxh, do të punoj fort duke qëndruar krah të vërtetës, që kur të takohemi në botën tjetër ti të jesh krenar për mua. Faleminderit shumë. Ndoshta e zgjata pak. Faleminderit. Jo, ishte letër them me shumë kode kështu, që dua t'i deshifrojmë. Okej. Dua t'i deshifrojmë disa prej tyre të paktën, t'ju rikthehemi. Shumë kërkim falje dhe shumë falenderime ndaj vetës dhe të tjerëve. Se duhet t'i kërkosh falje vetës? Të gjithë në fakt duhet ta bëjmë. Ti kërkojmë falje vetës edhe ta falenderojmë vetën, të gjithë harrojmë. Jeta është shumë dinamike, edhe shpeshher janë disa raste që ne mendojmë që domosdoshmërisht duhet ta bëjmë duke e harruar veten. Po na duhet një moment reflektimi neve si profesionistë, njohim si higjiena mendore, domethënë që ndalemi, e analizojmë veten, i njohim aftësitë e vetës, edhe mund të jemi akoma më produktiv herën tjetër. E kam kuptuar që duhet mi kërku shumë falje vetës, fal juve, domethënë më keni ndihmuar shumë në këtë aspekt, por unë ja u sugjeroj të gjithëve sepse në fund të ditës jo rastësisht e kam shkruajt edhe problemet tona s'kan kuptim pa neve nëse na nuk jemi. Tani dinamika e jetës është e tillë që ne ngarendim shumë ta zëm kohën, por dikur the e kisha harruar ndjesinë e kohës. E vërtet. Kaq shumë je e angazhuar për momentin, kaq shumë je duke ngarendur. E vërtet, nëse marrë dhe mendoj edhe tash aktualisht, për shembull, ditën kur i kam filluar studimet deri këtu, nëse analizoj me detaje më duket shumë gjatë. Po e kam vazhdimisht atë ndjesinë sikur gjithçka ka ndodhur brenda një viti, domethënë për shkak të dinamikës, edhe normalisht formës se si truri unë i percepton informacionet, por realisht e kam harruar sensin e kohës. Besoj që kjo na ndodh të gjithëve, domethënë aftësia e harresës ndonjëherë është dhunti se na lehtëson nga disa brenga, nga disa plagë të kaluara. Po kur marrim a analizojmë e shohim që ndoshta kronologjikisht jemi me moshën kronologjike, por me ndjesi, me emocione mund të jemi shumë më të mëdhej. Kam mësuar të them nuk e di, sepse ky mësim është gjysma e dijes. Në fakt shoqëria jone ka problem të thotë nuk e di, edhe kur nuk e ka haberin. E vërtet. E kishe të vështirë të arrije të kjo pikë? Këto e kam mësu me qenë se veç u përmend Universiteti Harvardit në Harvard. Do me thënë, nuk ka përgjigje për gjithë shka. Deri momentin që bëhen studime pa fund për shumë çështje, për shumë problematika, pa dyshim që nuk mund të dim të gjitha. Jo rastësisht e kam përmend edhe në letër, po ju ndihmoj me deshifru disa kode, trinitetin e jetës. Gjithmonë ka me qenë dikush që din ma mirë, sa do që na arrim, do me thonë ka me qenë ma i arrir profesionalisht, emocionalisht, në çdo lloj forme. Jemi ne edhe është dikush tjetër që ka nevojë për ndihmën tonë. Nëse neve dim mi lidh këto të trejat, na kemi me arrit versionin tonë më të mirë. Po të themi nuk e di realisht është gjysma e dijes. Qoftë në aspekte shoqërore, qoftë në aspekte emocionale, veçanërisht në aspekte profesionale. Kjo ndodh në shoqërinë tonë sepse ndoshta na pa dashje shpesh herë i paragjykojmë njerëzit të cilët mund të thonë nuk e di, veçanërisht për profesionistat. Edhe është ajo trysnia që domosdoshmërisht duhet kemi një përgjigje. Siç e njoh unë trurin, padyshim që profesori im e njeh më mirë, po ndoshta një studiues i pavarur mund ta njoh akoma më mirë. Prandaj nuk ka përgjigje për gjithçka. Tani, edhe të thuash jo, kur është vendi, po edhe të thuash nuk e di, një farë mënyrë të shkarkon. Nuk është ngarkesë, të lehtëson. Dhe ne jetojmë me këtë farë ngarkesën e di ose kemi të vështirë të themi nuk e di. Është problemi që edhe nuk jemi shumë të mësuar me mbajtjen e përgjegjësisë. Domethënë neve mund t'i ju ikim shumë lehtësisht përgjegjësive nëse e krahasojmë ta themi me popujt e tjerë. Nëse psikoedukohemi në mbajtjen e përgjegjësive, atëherë edhe nuk e di e kishim integruar shumë më lehtësisht në fjalorin tonë. Pafundësi e mendjes, e vërtet. Limitet e informacionit. E vërtet. Kur e kuptove këtë? Kur e kuptova gjatë studimeve. Do më thonë, nëse ka një moment, të gjithë e kemi një moment që kemi me thonë nuk mundemi, është e pa mundur. Askush realisht nuk e ka besu që unë prej Kosovës ka me arrit me studiu në Harvard. Do më thonë, ka qenë
një ëndër që ndoshta në momentet të caktuara dhe unë kam mendu që kam e pas vetëm ëndër. Po ja që u realizu, do me thënë me një strategji shumë të mirë, me një përkushtim shumë të mirë, që i bën mendja, edhe normalisht të gjithë du me ngrit nivelin tonë akademik, që për me ull limitin e informacionit që neve e kemi. Ama gjithmonë do t'jetë mendja e pafundme, informacioni i limituar. Dhe e ardhmja më friksonte. E vërtet. Pse? Më frikson sepse ndoshta tu qenë shumë dinamike, shumë e fokusuar në studime, sidomos edhe kur studion psikofarmakologjinë edhe neuroshkencën, duhet jemi shumë realisht, shumë preciz. Edhe në mënyrë automatike e krijojmë një farë mekanizmi që jo të parashikojmë, po duam pak a shumë ta prekim, ta njohim të ardhmen, ta kemi një vizion, edhe fokusohemi shumë të ai vizionit. Gjithçka tjetër që na del rrugës mundet me na friksu edhe me na pasivizu për arritjen e qëllimit. Pa dyshim, sado që neve kemi me ngrit akademikisht, sado që kemi me ndërvepru me botën e jashtme, limitet kemi mi pas, edhe këto limite na friksojnë të gjithë, do më thënë, pa dalim sfida ose ndryshime psikosociale, neve të gjithë mbetemi njerëz. Faleminderit shumë. Në fund do atë komentojmë një falenderim që e bëre për xhaxhain tënd, për ndikimin që ai ka patur tek ti, i cili nuk jeton më. I premtove gjithmonë do t'jem shëmbëltyr e suksesit. E vërtet. Si ka ndikuar xhaxhai tek ti? Xhaxhi ka qenë neuropsikiatër edhe fati i tij që ka shërby si mjek në një kohë shumë të vështirë gjatë periudhës së luftës, para luftës, ta themi gjatë luftës edhe pas luftës në Kosovë ku praktikisht të gjithë kemi qenë të varfër. Diçka që gjithë e kemi mësu familjarisht prej xhaxhit ka qenë që durimi është themeli çdo suksesi, është prej virtyteve më të larta njerëzore, edhe përkushtime. Ai ka pas një përkushtim të jashtëzakonshëm për pacientat. Na jemi rrit me kujtime me xhaxhin, tu pa njerëz, tu pa pacientat ati që vike i pritke në shtëpi, pa kur far pagese, do më thonë në ofronte shërbimin totalisht vullnetarisht. E kam një rast shumë specifik me xhaxhin që pa të fillu me bo edhe karierë shumë të mirë ndërkombëtare, me një smundje neurodegenerative, kur ka arrit me diagnostiku në dhomë, do me thonë pa kushte specifike klinike diagnostikimi. Fatmirësisht zonja pastaj me mundësi ekonomike shkoj u trajtu jashtë vendit, edhe ata i bën ftesë xhaxhit, hajde të lutem puno te na, imagjino ti ke arrit me diagnostiku pa asnjë mjet, çka bën ti me mjete. Kjo na tregon që na kemi mjek të jashtëzakonshëm në Kosovë, veçanërisht këta që kanë shërby gjatë kësaj periudhe të vështirë që asnjëherë nuk mundemi mjaft kthy borxhin, vetëm që nuk i vlerësojmë sa duhet. Faleminderit shumë për këtë kujtim. Do të shohim tani një fotografi, një let me një fotografi shumë të veçantë, por edhe e shoqëruar pastaj me 3 fotografi kur jeni rritur. Po. Kam bo pak me hile këto, se 3 fotografi kanë qenë, po... Ska lidhje. Jemi unë, është motra, është vllau. Ti e ma e madhja. Po, ma e madhja, motra edhe vllau. Edhe njëjtë janë fotot e tjera. Unë fëmirin, ndoshta si të gjithë e kam kujtimin madh bukur. Jemi rrit bashkë me familjen e xhaxhit, me 2 prind që na kanë mbështetur dhe na kanë eduku vazhdimisht vetëm drejt shkollimit. Sa do e vështirë ka qenë situata në Kosovë dhe realisht kur e kam fillu në klasën e parë, nuk më ka ra 2 muaj me shku edhe u dash në u zhvendos në Shqipëri për shkak të luftës, po neve çdo mbrëmje e kemi pas një tregim ose historik, ose diçka për matematikën, ose gjeografik. Do me thonë, edhe halli joni vetëm deri sa i kemi përfundu studimet, deri në përfundim, ka qenë vetëm shkolla, do më thonë, kanë punu shumë fort, veçanërisht babi, që na mu orientu vetëm drejt shkollimit. Jo rasisht i kam vendosë dhe ato fotot të tjera, neja kemi dalë, falë Zotit, falë ndihmës e prindve pa dyshim, po unë e di që ka shumë prind tjerë në Kosovë që mundohen pafundësisht edhe ndoshta është një pikë që munden me u demoralizu, me u humb shpresat. Ama durim sepse çdo përpjekje ka me u shpërbly edhe ka me u rikthy. Tani, të tretë jeni të shkolluar në njëjtën
Lamin mjekësi? Të tretë. Une, Mutra është punojse sociale klinike edhe specialiste e terapisë për çrregullime neurozhvillimore, edhe vllau është stomatolog aktualisht, po specializon për kirurgji, edhe po e kryen një subspecializim për punime stomatologjike tek fëmijët me çrregullime neurozhvillimore. E ka zgjedhë këtë drejtim sepse si shërbim në përgjithësi në Ballkan ofrohet shumë shtrejt. E ka zgjedhë këtë drejtim që sa po ta mbaroj me ofru këtë shërbim me çmime normale, mos mi rëndu prindrit ma shumë se që duhet. Tani ku keni jetu ju, ku jeni rrit? Unë kam lind në Trevën e Upujës, në Bresan, deri në Luftë kemi jetu atje, pastaj jemi transferu në Shqipëri, e kam pas fatin me mbaru klasën e parë në Shqipëri, që është kujtim jashtëzakonisht shumë i bukur. Unë i shifsha ata si alien, ata më shifshin mu si alien, po gjithsesi e kemi gjetë një farë bashkëpunime një rrugë shumë të mirë të përbashkët. Pastaj jemi për një shkollim më të mirë, prindrit e kam pa të arsyeshme që mu transferu në Tiranë. Prindrit vazhdojnë me jetu në Tiranë, po, veçanërisht dimrit, se po ju përshtatet ma shumë. Edhe nive na kanë nxit që me ardhë pavarësisht kudo që jemi shkollu pastaj në për universitete ndërkombëtare, domosdoshmërisht më ardhë me dhënë kontribut në Kosovë. Edhe kam pas shumë të drejtë, sepse qoftë në Amerikë, qoftë kudo që je, çfarëdo që arrin me botë je i huaj, asnjëherë nuk është kënaqësia e ofrimit një shërbimit kur e jep në vendin tënd. Kur ke qenë për herë të fundit në Poj? Për herë të fundit në Poj kam qenë para 3 muajve. Para 3 muajve. Zoja, jemi të njëjtit vend, njëjtës trevë, kështu që nuk mund mos e them. Nuk mund. Në fshatin e Elmës unë kam përfunduar shkollën e mesme, atëherë në shtëpitë shkolla. Po, dhe Treva Opojës ndoshta është pak e harruar, ka një relief të jashtëzakonshëm, edhe mundemi me thonë që i ka dhënë shumë figura të rëndësishme Kosovës, shumë mjek, shumë inxhinier, shumë autor, kështu që unë jam shumë krenare. Unë kam një surprizë për ty. Me këndi ke muhabetet më mirë, me motrën a me vllaun? Me të dytë. Me të dytë. Me të dytë. Me vllaun e kemi atë marrëdhënien që ngacmohemi vazhdimisht, po edhe nuk mundemi me qëndru pa njëri tjetrin, me motrën normal si me motrën. Unë kam një letër nga motra jote. Kur të ka shkru letër ndonjëherë për herë të fundit? Për ditëlindje. Për ditëlindje. Po. Letra apo ishte veç mesazh telefoni kështu? Jo, ishte tamam busu me një mesazh kumtim plot. Okej, unë kam një letër që dua ta lexoj me emër të motrës. E dashur Elma, janë të rralla momentet që unë kam shkruar një letër për ty. Jo pse nuk dua, jo pse nuk mundem, jo pse nuk kam çfarë të shkruaj, por sepse jam dhe ndaj çdo moment në çdo kohë sy më sy me ty. Sot mu dha kjo detyrë e bukur dhe më beso, po e shkruaj duke qarë e qeshur nga emocionet e përzira. Me këtë shkas, po kujtoj momentet mira dhe pak më të vështira, gjithmonë aty duke e mbështetur dhe motivuar njëra tjetrën për të rrezuar e ngritur ama për të mos u ndalur kurrë. Nuk po them që jam krenare apo e bekuar, është shumë pak, madje shumë e dëgjuar. Raporti jonë është sa i bukur aq edhe sfidues, sepse ndonjëherë kemi përplasje hipotezash, por edhe fluks mendimesh të ndryshme, por që na dërgojnë drejt një përfundimi të suksesshëm dhe të bukur. Të flas për qëllimet dhe synimet se si arritëm të realizojmë dëshirën tonë, nuk po e shoh rrugës, se prandaj je aty e ulur në atë karrige duke treguar se ne ja dolëm të realizonim atë që e deshëm aq shumë. Pa modesti e them. Të kesh ty në krah gjithçka e ka një rrugë, ama rrugë me shumë dritë. Po zgjedh të mos e tregoj se kush po ta dërgon këtë letër. Pak thunë e tregova, gabova. Sepse e di që një person si ty, që e do dhe analizon trurin aq shumë, tashmë e ka të qartë që në fjalinë e parë se kush jam. Gjithmonë e them, të dua më shumë se çdo gjë. Faleminderit që i jep përgjigje çdo pyetje timës. Faleminderit që çdo breng timës i jep zgjidhje. Faleminderit që në çdo gëzim dhe arritje je aty. E në fund, faleminderit që më jep shansin të jetoj pranë teje. Të përqafoj zemër e artë nga Sara. Wow, shumë faleminderit. Çfarë fjalësh nga motra.
Shumë faleminderit. Si përgjigjesh ti kësaj letre? Di që shka me vazhdo emisionin, do më thonë jo letrës. Pa dyshim na kemi një lidhje tjerë zakonshme edhe me vllahun edhe me motrën edhe është merite prindve, do më thonë që kanë ditë me mbajt këtë lidhje kaq të shëndetshme, po jo vetëm ne, po e di që gjitha motra, gjitha vëllëzrit e kanë këtë lidhje, po ndoshta rrethanat e jetës na detyrojnë në rrugë të ndryshme dhe duket sikur ato mendimet shkëputen, ama emocionet vazhdimisht kanë mbetë të njëjta. Pa dyshim, unë pa vllahun edhe pa motrën nuk kisha me qenë sot këtu ku jam, edhe po besoj që pavarësisht që kanë ndryshuar rrethanat për secilin prej neve, na prap bashkë jemi, nuk shkëputemi asnjëherë. Faleminderit shumë Elma. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Jemi kthyer në studio, me Elma Miftarin jemi. Do të shkojmë tani tek një fotografi tjetër dhe ta komentojmë, pastaj edhe... Këtu është kur e kam bërë specializimin për çrregullime neurozhvillimore te Spitali Universitar Nën Tereza në Tiranë. Është foto e ditës së fundit, a themi, kur ka mbaruar specializimi. Deri në atë moment unë kam qenë totalisht e shkëputur prej rrjeteve sociale, prej, ta themi, deri me një farpike prej jetës shoqërore, aq intensiv ka qenë.
edhe gjithë e kishim edhe me kolegët aty që ishim pak me merak që mos ndoshta vjen një ditë dhe pendohemi që jemi fokusu ka shumë të mësimit e librat e praktika, po kaluan vitet edhe sa herë takohemi, e ndijim që e vetmja pendes është që është dashme mësu ma shumë, do me thonë absolutisht. Akoma ke pendes, do me thonë, ke shku ke studiu në Harvard, dhe akoma je penduar që s'ke mësu ma shumë. E thashun, informacioni është vazhdimisht e limituar, kështu që sa ma i ri truri aq ma shumë përthith, kështu që sa do që e kam shfrytzuat periudhë, sidomos specializimin, është dasht me shfrytzu ma shumë. Gjithë studentave asnjëherë mos u ndjeni keq që ndoshta s'po mundeni me dalë, s'po mundeni me kry aktivitete sociale, se nuk është asnjëherë e mjaftueshme. Mësimi nuk është asnjëherë i mjaftueshëm. Është shumë ndryshe mëson edhe neurologjikisht kur jemi 25 vjeç, se sa pastaj kur i kalojmë 30-at. Kështu që mësimi nuk është mjaftueshëm asnjëherë. Ku është neuroshkenca shqiptare, sipas teje? Neuroshkenca, ku është mjekësia shqiptare aktualisht? Shpesher shoh pacientat të cilët kërkojnë zgjidhje në për spitale të ndryshme dhe e kanë atë brengën që në Kosovë dhe në Shqipëri për disa diagnoza nuk mund të bëhet zgjidhje. Absolutisht nuk është e vërtetë, diçka që duhet me usharu. Nëse në Amerikë janë mjekët shumë të mirë edhe ta themi në Kosovë ka një hendek, një diferencë goxha të madhe, asnjëherë jo për fajt të mjekëve, është më shumë për fajt të organizimit jo të mirë të sistemit shëndetësor. Kjo i penalizon edhe mjekët edhe gjithë profesionistët e cilët merren me shkencat e shëndetit. Kur flasim për neuroshkencën, besoj ky detaj është shumë tregues që krejt vënd ta themi rezonanca funksionale e trurit ka ardhur në Kosovë, kur ta themi bota, Amerika, qoftë edhe Turqia, po e robotizon këtë teknologji, kjo na tregon ku jemi. Sa është e vështirë me bo neuroshkencë këtu, është e vështirë, është një fushë, ta themi, e panjohur, ka studiues që bëjnë studime privatisht, pa asnjë lloj mbështetje, qoftë nga shteti, nga institucionet ose nga Ministria e Shëndetësisë, po mu nuk më friksojnë sfida, do më thonë, kur kam arrit disa pikat të cilat kam mendu që kam i mbajt vetëm në si ëndra, mas janë botë realizueshme, e di që edhe një laboratori neuroshkencës jemi të botë pa mundurën me ndërtu shumë shpejt në Kosovë. Faleminderit shumë, Elma. Ne jemi në emision televiziv dhe nuk do të bëjmë shkencë. Pyetjet tona nuk janë tipike shkencore, po janë për një mas të gjërë, prandaj lidhen me trurin, por nuk janë që kërkojnë përgjigje shkencore, sikur në katedra si në akademi. Tani, nëse mundesh që një kujtim nga trurit ta fshinit, e një ta rikthenit, a do të mund ta bënit një gjë të tillë? Truri runë gjithë shka. Do të thonë nuk mundesh me fshi. Gjithë shka runë. Ka teknika terapeutike të cilat neve i neutralizojmë kujtimet. Si ndodh neutralizimi i kuptimeve? Do me thonë, ne i integrojmë tek neve, tek ndërgjegjshmja jonë, në mënyrë të shëndetshme. Nëse është kujtim jo i mirë, do me thonë nuk do ta ketë më atë ngarkesën emocionale. Të gjithë kemi ka një kujtim jo të mirë që sa herë kujtojmë, do me thonë i kemi edhe emocionet e njëjta. Nëse i integrojmë në mënyrë të shëndetshme, neve nuk i kemi këto emocione, edhe fillon humbet vëmendja pi kujtimit. Do me thonë, duke e humbë vëmendjen, duke e humbë energji nervore, ne mendojmë se po e harrojmë. Po truri si organ, mendja si koncept abstrakt, ta themi, ose si prodhimi trurit, mbetet akoma, ndoshta neve e njohim vetëm 2% të funksionit të saj. Por truri runë gjithë shka. Nëse duam ta rikthejmë një kujtim, prapë është e vështirë, sepse është një fenomen shumë i veçantë i trurit që edhe nëse ka ndodhur një ngjarje dje, sa herë që neve e rikujtojmë, nuk e rikujtojmë të njëjtën, gjithmonë e rikujtojmë versionin e fundit që e kemi kujtu. Prandaj me disa kujtime neve si profesionist propozojmë që mos me ju kushtu shumë vëmendje, sepse gjithmonë janë sikur telefoni që bëhet update vazhdimisht, edhe kujtimet bëhen update. Po për me fshi kështu tamam bukfalisht, me fshi një kujtim edhe me rikthy një tjetër, praktikisht kjo ndodh vetëm në për filma. Fiziologjikisht, neurologjikisht, është e pamundur në kuptimin e parë të fjalës. Vetëm nëse i integrojmë në mënyrë të shëndetshme. Kjo bëhet normalisht me terapi. Terapi, faleminderit shumë. Si mund ta shpërngulim veten nga zakonet toksike mendore? Në mënyrë që truri të mësoj një farë mënyrë rrugë të reja.
zakone të reja? Duhet ta trajnojmë trurin shumë herët, do më thonë që mos të, sidomos në shekullin e teknologjisë që neve po jetojmë, jemi të mësu ma dopaminën e shpejt, do më thonë bëjmë scrolling, bëjmë muhabete sipërfaqësore, rrjedhimisht edhe kemi mendime sipërfaqësore. Nga një organ jashtëzakonisht shumë kompleks edhe shumë dimensional, si që është truri, neve gradualisht po e pasivizojmë, do më thonë po bohemi më shumë mekanik edhe më shumë sipërfaqësor. Nëse du me ndryshu vetën, asnjëherë s'është vonë. Neve kemi neuroplasticitet. Do më thënë, neuroplasticiteti është aftësia e trurit që të vetë organizohet edhe të riorganizohet si pas nevojës. Do më thënë, nëse po du me heq një shprehi ta themi jo të mirë, ose një diçka që neve po na e pengon cilësinë e jetës, produktivitetin ton, duhet të fillojmë ta themi me pikën 1. Nëse neve po qëndrojmë 4 orë gjatë ditës në telefon, që realisht është mbytse për trurin nëse qëndrojmë kaq gjatë, me ditën e parë kemi me fillu me qëndru 3 orë. Me ditën e 5 kemi me qëndru 2 orë. Mas 10 dite kemi me qëndru ma pak. Ka me qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Kush e komandon trurin këtë rast? Kush i thot trurit? Kush e komandon trurin, trurin e komandon mendja dhe mendjen e komandon trurin. Pra është janë të pa ndarë. Do më thonë, unë shpesh herë thamë, është sikur një piano. Do më thonë, truri është piano. Na po e dim që është keq me nejtë në telefon. Po përsëri po rrim telefon. Sepse jemi mësu, do më thonë, me anë në neuroplasticitetit, neve kemi kriju... A e kërkon trurin këtë rast? Po, kemi kriju lidhje të reja neurale, skema mendore, që e kërkojnë këtë form të funksionimit. Nëse, na mund të testojmë këto që po them unë shumë lehtësisht. Okej, pëmbajmë telefonin, se është pak problem me heq për shkak të sistemit të jetës. Po nëse, për një javë, neve kemi me lexu çdo ditë 10 minuta, 15 minuta, libër, jo diçka në telefon, libër, roman, poezi, varësisht prej preferencave, mas 10 ditëve, sidomos mas 21 ditëve, ai ka mu bo zakoni joni. Do më thonë, edhe nëse nas kemi ko, kemi me pas vazhdimisht ato që kemi harru diçka, qëfar kemi harru e kemi harru leximin. Kjo po e ndodh sidomos fëmijëve. Sidomos e vërtet. Nuk është vetëm shqiptare, është globale. Qëfar do të ndodh me trurin ton, me trurin e njerëzit duke u mësuar që tani me kaq shumë konsumim të telefonit? Po, na vetëm kemi fillu me i pa efektet e para, për shembull, çrregullimet neurozhvillimore ka shumë të shkaktuara prej telefoni. Ndoshta jo çrregullimet neurobiologjike me një shkak neurobiologjik që japin pastaj çrregullime neurozhvillimore, po nëse analizojmë për shembull edhe në nivel global edhe në nivel qendror, ka shumë, edhe zonjat mundër me ditë ma mirë, sidomos sot ka shumë pak fëmijë që arrin me fol kur e arrin moshën kronologjike 18 muaj. Për shembull, para telefonit, fëmijët kanë fol shumë ma herët, kanë fillu me ndërtu komunikim shumë ma herët. Këto janë pasojat e para. Edhe nëse analizojmë edhe për neve të rriturit, për shembull, neve me të pandërgjetshëm në mënyrë automatike, po kërkojmë jetë më të lehtë. Duke kërku jetë më të lehtë, kjo tregon që ne veç kemi fillu me u bo sipërfaqësor, kemi fillu me dasht automatikisht me integru inteligjencën artificiale në lehtësimin e jetës, me kriju vetëm lehtësira që neve të përshtatemi këtyne skemave mendore jo të shëndetshme që ne i kemi kriju. Kemi një lehtë? Po. Mikroglia dhe autizm. Mikroglia dhe autizm. Mikroglia, se mendova mikroglia. Ky ka qenë është një foto shumë treguese kur e kemi bërë një projekt pilot që kemi arrit me vrej disa diferenca, ta themi, që po studiohen akoma ndërmjet një truri me zhvillim tipik edhe një truri që ka një çrregullim neurozhvillimor. Është ky studimi i cili na ka hap rrugë dhe drejt ndërkombëtarizimit, edhe që e kemi pa dhe e kemi dëshmu që diçka neuroshkencore mund të bëhet edhe prej Kosovës. Okej, tani autizmi. Po. Çfarë dallimi ka dikush që është, po them unë, i prekur nga autizmi dhe dikush që... Truri. Po, është... Truri ati që është i prekur. Po, sidomos te mikroglia që janë, ta them për me kuptu të gjithë imunitetit trurit, e kemi po që tek një tru që zhvillon autizëm është shumë më aktive, që do thot, truri ka mund me psu neuroinflamacion të hershëm ose gjatë viteve të para të jetës.
Gjithashtu vrehen diferenca në disa zonat të trurit, si që është amigdala që kontrollon emocionet edhe hipokampusi, nëse e krahasoj me një tru me zhvillim tipik. Po, e bukura e trurit është që mbetet vazhdimisht i panjohur. Për shembull, edhe nëse ne unë dhe ju kryem egzaminime imazherike, mund të kemi diferenca në tru nëse analizojme detaje, por jemi individ që funksionojmë, ta themi e kemi një funksion tipik ditor. Edhe të autizmi, nëse po vrejmë diçka në ndryshim të themi të fëmijët e Kosovës, nuk po e vrejmë të fëmijët e Amerikës. Diçka që është shumë e rëndësishme me specifiku, autizmi vazhdon të mbetet një çrregullim që nuk i njihet shkaku, që nuk ka analiza, asnjë lloj analize nuk mund të na tregoj nëse fëmia ka autizëm ose nuk ka autizëm, dhe nuk ka terapi mrekullibërse për autizmin. Të gjithë na ka rastis që kemi pa fund reklama, shërohet autizmi, sidomos është trend qelizat staminale, qelizat burimore, marrja këtyre qelizave. Janë disa spitale jashtë vendit si e shesin si kur terapi për autizmin, por realisht nuk është terapia e duhur. Ka shumë fëmijë që e kanë bo dhe nuk ka pas efekte me një fjalë, pritshme. nuk po dihet origjina? Edhe nuk dihet trajtimi. E çfarë po ndodh? Qa ndodh në trurin e këtyre fëmijëve? Ka ndryshime në trurin e këtyre? Ka ndryshime, po këtu neve kemi sfidën, sepse nëse tek një grupi fëmijëve në gjejmë ndryshime specifike, te grupi tjetër i fëmijëve me autizëm nuk i gjejmë ato ndryshime. Pastaj mund të ndodhë që tek tuk edhe te fëmijët me... Se cili është ndryshe? Është ndryshe, është unik, është neurodiverziteti. Unë e kam thonë edhe ma herët, se cili tru funksionon ndryshe. Kemi ose s'kemi çrregullim, kemi ose s'kemi një problematik me trurin. Ndryshe e përjetoj një situatë, ndryshe e përjeton ju, ndryshe e përjetojnë zonjat. Edhe neurotransmiteret... Mos po e egzagjerojmë? Jo, absolutisht. Absolutisht. Nëse unë tash për shembull mundë me marrë dhe me e tregu një moment ku unë jam ndjesh shumë e mërzitur, unë e kuptoj plotësisht që ju ose dikuj në publik... Jo, desha tëmë, a mos po e egzagjerojmë tani autizmin? Ka keq interpretime. Keq interpretime. Ka keq interpretime. Ndoshta pastaj shumë vëmendje ndaj këtyre fëmijëve, gjërat që duhet kalohen, po ja rritim. Është e vërtet, po egzagjerohet, më shumë ky egzagjerim po shkakton keq informim edhe njerëz ta themi të pandërgjegjshëm po gjejnë hapësirën e tyre për me manovru me terapi mrekullibërse, ta themi që unë e potencova që nuk ka diçka të tillë. Po, duhet një informim real i popullatës për sa i përket autizmit. Autizmi nuk është sëmundje, do më thonë është çrregullim. Mund të jetë funksion ndryshe i trurit, po duhet ta kuptojmë. Fëmijët me autizëm ndjejnë, kuptojnë edhe ndërveprojnë në formën e tyre me ambientin e jashtëm. Është trend, jo vetëm për autizmin, po në përgjithësi për çrregullimet e shëndetit mendor, edhe këtu është bo pastaj hapësira për keq interpretim, se pavarësisht sado që ka nevojë njerëzit akoma vazhdojnë mos me ditë se kur duhet me shku te një profesionist i shëndetit mendor. Andalojmë se menduari kur thjesht fillojmë të përthithim informacion. Ndalojmë së menduari, edhe kjo që po ndodhe dhe është një term që po përdoret globalisht, unë po e them në gjuhën shqipe, kalbja e trurit. Do me thonë është metaforikisht, do me thonë nuk po të kalbë truri si organ, po kalbë ta themi neuroplasticiteti. Nëse neve pasivizojmë neuroplasticiteti, neve nuk kryojmë do të skema të reja mendore, nuk kryojmë do të lidhje të reja neurale, pra ndaj edhe nuk mund të përshtatemi në ambiente specifike. Neve pastaj kërkojmë vazhdimisht atë rutinën, që do thot, po e vendosin trurin vetëm me nivel lineare, me u zgjun mëngjes, me shku në punë, me pi një kafe, me u kthy në shtëpi, kaq. Gjithçka që na del pastaj jashtë kësaj, qoftë edhe një aktivitet shumë i lehtë, neve ka me na u duk shumë problematike dhe shumë sfidë në realizim. Kjo është kalbja e trurit e cila atrofizon, ta themi, mendimin e thellë, mendimin e shëndetshëm, mendimin kritik i cili mungon shumë, pranimin e kritikave prej jashtë, është një strategji shumë e mire e zhvillimit nëse mësohemi neve mi pranu kritikat edhe mi marë, ta themi, me pozitivitet, me analizu vetën ku kemi nevojë për përmirësim. Këto e bën kur neve vetëm përthithim kryesisht informacion të përpunuar. Për shembull, siç ndodh rëndom online, se del dikush edhe thot, kjo e shkakton këtë.
kaq, aty u mbyll. Një drejtimsh. Një drejtimsh. As nuk e analizojmë, nuk kemi hapësirë. A lodhet ndonjëherë truri? Nuk lodhet, fatmirësisht nuk lodhet. S'lodhet. Do me thonë, dikush që kur thot mu ka lodh truri, s'ka drejt. Kemi disa momente që realisht kemi nevojë për pushim, po unë po e rikthej prap higjiena mendore. Sa do dinamike ta kemi 24 orëshin, nëse neve nuk ndalemi qoftë 20 minuta për vetën tonë, me bo diçka që na pëlqen, me dal me hec, me lujt me një instrument, me shkruj disa vargje, atëherë ne realisht po e lodhim trurin edhe fiziologikisht, jo vetëm në koncept. Si përpunon trurit dështimet? Si penges, apo si mësim? Kjo më varet prej personalitetit. Do më thonë, truri është shumë e rëndësishme të specifikohet edhe diçka që neve e imaginojmë nuk e dalon prej realitetit. Do më thonë, nëse neve imaginojmë dhimbje një skenë të dhimbshme, neve kemi mi pas ta themi informacionet e njëjta. Prandaj, prej personalitetit varet se qysh jemi mësuna prej herët mi pranu kritikat, ose në çfarë ambienti jemi rrit. Po është e rëndësishme të thuhet që sfidat e zhvillojnë trurin mas shumti. Sfidat. Në këtë jetë nuk ka dështime, ka sfida. Domethënë sfida të cilat vinë që neve me na hap një horizont të ri të të menduarit. Të menduarit, të vepruarit, të lidhjeve të reja neurale. Këto gjërat dikur janë mendu që janë konceptuale, por tash po i shohim edhe me neuroimazherin e trurit, për shembull, një tru që ka lexu vazhdimisht edhe dikur që s'ka qenë shumë aktiv gjatë leximit. Mund ta dalloni? Normalisht që po. Truri është më aktiv, është më i shëndetshëm, ta themi neurotransmiterat janë më në balancë, edhe normalisht që edhe dështimi ka mu te kaluar. Çfarë ndodh me trurin kur dashurojmë? Qëfar së është në Terezi. Jo. A i nështrohet zemrës. Në neuroshkencë, gjithë qka që del dashuria din me naj, ta themi kështu me naj halakat neurotransmiterat. Gjithë qka që del jashtë asaj normalës, neve e konsiderojmë çrregullim. Por ta themi, po e themi me sportivitet kështu, dashuria është një çrregullim i bukur. Na motivon aktualisht. Që kemi qef me na ndodh. Që kemi qef me na ndodh, po që ndodh kur e lejmë kështu neutral, kur jemi në zonë neutrale, mund të ndjejmë ma shumë sa ashtu mund të ndodh që vetë stimulohemi edhe kur ndodh, mundet me udo kjo shumë interesante. A i nënshtrohet zemra trurit. Truri zemrës. Truri zemrës. Truri është ma i menqër se zemra, arrin me manipulu deri me një farpike zemrën, po ta themi Einstein ka thonë nëse logjika na çon nga A-ja deri në B, emocionet na çojnë kudo. Besoj që kjo i thotë të gjitha. Pastaj imagjinata është. Pas e pakufishme, pa dyshim. Po, dashuroni sa do që e vështirë është. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Po kthejmë edhe njërë të ajo pjesa e kohës telefonave. Pse shpërqendrohemi kaq lehtë në këtë kohë? Sepse telefonis, unë thashe përmenda, nive kemi dopaminën e shpejt, kemi kriju një cikël varësie kundrejt kësaj dopamine. Është informacion i përpunuar, do më thonë është informacion që nive e marim të gatshëm. Edhe nëse jemi pa telefon, edhe gjatë kësaj kohë unë po sharoj diçka shumë të rëndësishme, po e sharoj me pika, gjithë dhe na ikë vëmendja, sepse të gjithë jemi mësuma atë informacionin, me na thonë, kjo është golden eagle edhe është lëngë. Do më thonë, mos me na tregu që mund të ketë edhe dëme, mund të ketë edhe benefite. Do më thonë, neve po edhum vazhdimisht thelbin e informacionit. Nëse nuk është thelbin në fillim, na aktualisht po shpërqendrohemi. Po e humbim interesin edhe po bëjmë shpërqendrim të qëllimshëm. Okej, kur jemi ma shumë krijues? Kur krijon truni jon më shumë? Kur është qetë apo nën presion? Në disa raste krijon edhe nën presion, ta themi në atë presionin në shëndetshëm. Ka strategjitë menaxhimit që me të mbajnë presion për me nxjerr maksimumin, ka edhe tjera që... Jo, edhe kjo varet prej personalitetit. Varet prej personalitetit. Shpeshherë thamu nëse nuk i loj gjërat për ditën e fundit, nuk i bëj shumë mirë. Te unë funksionon. Pra atëherë përqendrohesh në fund se e din që s'ka më... S'ka hapësirë kohore, te unë funksionon presioni. Dikush nuk mundet. Ky është neurodiverzitetit që thash, se cili tru ka me funksionu ndryshe, nuk ka dy trura të njëjtë që kanë me pas funksionalitet të njëjtë. Po është mirë neve
me njoft vetë vetën, po edhe mos me mësu trurin vazhdimisht në presion. Është mirë me mësu disiplinën, do më thënë, në regull, unë nëzjeri më të mirën herën e fundit. Po, okej, pe bëj një verzion edhe para herës fundit, pas taj vetëm e përpunoj. Kjo na mundëson me rujt energjinë nervore, se sa do inteligent jemi, sa do të pjekur emocionalisht jemi, neve kemi një limit të energjisë nervore. Pra ndaj truri ka nevoj për gjumë të rimbushet me energji për me vazhdu ditën tjetër. Po kjo është ma shumë personale. Gjithsesi prapë unë jam fan se e presionit. Fan se e presionit. Mirë, disa njerës gjithë qka e komplikojnë. Mos e marrin me kompleksitet. Disa tjerë i thjeshtësojnë gjërat. Qfar truri ka njëri, qfar tjetëri? Njëri e ka ma shumë dominant, ta themi konceptualisht, truri emocional, te tjetëri dominant truri racional. Për shembull, Te cili është racionali? Te ky që e merr ma thjesht. Do me thonë se ky i blokon, ta themi, ose i menaxhon emocionet, e ka një menaxhim mirë të amigdalës. Po, edhe e shethot, okej, ky është një problem. Problemi ka ndodhur, nuk e ç'bëjmë. Hajde çka po mundemi me nxjerr për problemit. Truri emocional ka me na dhon pafund skenare, ka me na dhon pafund versione. Çfarë është dashur me bë që mos me ndodh problemi. Kjo na konsumon mas shumti. Deri në momentin që një problem ka ndodhur, pjesa tjetër pastaj është vetëm stres. Me tru emocional funksionojnë adoleshentat edhe të rit, edhe e kanë tendencën që mendojnë sidomos ngesa e përvojës, eksperiencës. Normalisht, se edhe korteksi prefrontal në adoleshencë nuk është shumë i pjekur, nuk e ka arrit maturin, po që fillojnë pak të mendojnë logjikshëm, edhe ju duket gjithçka e realizueshme, me stres ose pa stres, po nëse neve nuk e integrojmë korteksin deri në maksimalisht deri në moshën 30 vjeçare, vazhdimisht pastaj kemi me vepru me trurin tonë emocional. Okej, do më thonë, këta emocionalt i komplikojnë gjërat. E vërtet, po. Ta tjetë i thjeshtësojnë. Po, çfarë ndodh me overthinkerat? Ka janë, ka emocional? Ka emocionalja. Ka emocionalja. Do më thonë, kur kemi të bëjmë me emocione, jemi overthinker. Po të truri, sidomos në neuroimazherit, në disa raste është po që edhe korteksi prefrontal ka një aktivitet ka mbi aktivitet, do me thonë mbi mendon. Nëse një tru i pjekur mjaftueshëm, ta themin ka racionalja, analizon me 3 pika, një overthinker nuk e ka probleme analizuar dhe me 30 pika. Tani, një problem nëse stër hapim, pa dyshim që kemi me gjetë pa fund edhe problematikat të tjera. Po prap edhe te overthink dikon ma shumë truri emocional. Pse na tërheqin njerëzit e kundërt nga ne? Ndoshta edhe të gabuar. Sepse e kanë ato që na nuk e kemi. Pa dyshim edhe... Mollën e ndaluar. Mollën, ndoshta jo domosdoshmërisht mollën e ndaluar, po është me natyrën njerëzore, kjo që është, ta themi, në gjenetikën tonë që kemi mu tërheq nga e panjohura edhe nga e ndaluara. Unë shpeshherë edhe prindërve, kur kemi raste klinike të ndryshme, ju thamë, thuni një fëmijës, mos e pi këto, ato ka me pi. Do me thonë, gjithë shka e ndaluar neve na tërheq ma shumë. Kjo ka me na ndodhë vazhdimisht gjatë jetës, nëse nuk kemi me mësu deri me një farpike menaxhimin, nëse nuk kemi me mësu observimin prej larg. Okej, tasho, po më tërheq, po më pëlqen, çfarë do që është, po ta provoj me marat kënaqësinë e njohjes pa u përfshi shumë. Nëse arrim me bë këto, atëherë ne hymë më të sigurt në çfarë do lloj situate të panjohur që është. Minutat e fundit dua të flisni për narcisizmin. Okej. Po citoj diçka. Një narcis do t'i trajtoj të huajt më me shumë mirësi se sa familjen e tij apo të afërmit. Ata dëshirojnë aq shumë admirim sa do t'i neglizhojnë njerëzit që i duan, vetëm për të bërë përshtypje njerëzve që mezi i njohin. Pas dyerve të mbyllura, ata janë të ftohtë dhe manipulues. Do ta prishin qetësinë e shtëpisë, ndërsa buzëqeshin në publik. Mos e ngatroni sharmin publik me karakterin privat. E citova King's Coach, më thënë. Çka e bën trurin e njeriu të funksionojë si një narcist? A është e lindur kjo pjesa e narcisizmit, a është e mësuar dhe a shërohet? Te çrregullimi i narcisist i personalitetit ka një predispozit të lindur. Do me thonë, jo vetëm për narcistin, po për shumë çrregullime të personalitetit. Po, pastaj më varet se si do mirëmbohet në ambient. E kemi gjenetikën që ndikon 50%, do me thonë përjashtojmë raste sindroma specifike gjenetike,
po e kemi edhe ambientin që ka me pas po të njëjtin impakt sa genetika. Në ambient ka mu vendos nëse një çrregullim do të zhvillohet ose ka mu vendos se në çfarë forme do të transmetohet ai çrregullim. Te narcisti, nëse një fëmijë lind, ta themi me predispozit të tillë, edhe ndodh me një ambient që çdo ide i miratohet, atëherë simptomat e këtij çrregullimi kanë mu shfaq shumë më herët se sa është e pritshme. Po nëse një fëmijë i tillë lind me një ambient, me një familje ku mësohet respekti, mësohet ndërveprimi, mësohet edukata, mësohet kultura, këto simptoma kanë mu ule dhe ndoshta nuk kanë mu shfaq në formë shumë të agravuar. Duhet të specifikuar që relativisht 5 ose 6% e gjithë botës janë me këtë çrregullim. 5 ose 6? Po, narcistat është shumë e vështirë si çrregullim të trajtohen sepse ata asnjëherë nuk e kanë fajin. E gjithë bota është problematika, ata janë në rregull. Që thoshte të thënia ata e dini, kanë të garantuar anëtarët e familjes së vet, prandaj dojnë me marrë vëmendjen e të tjerëve. Te narcistat vëmendja është e domosdoshme. A kanë nevojë për vëmendje? Është e domosdoshme si oksigjeni. Nëse gjindemi ndonjëherë rastësisht me një situatë, përfshihemi me një lidhje të tillë, qoftë shoqërore, qoftë lidhje personale, nëse du mu shkëput, mos jepni vëmendje. Do më thonë, deri në momentin që një personalitet i tillë e shet që nuk e ka vëmendjen tënde, ka me provu me marë, ka mu lodhe dhe ka mu tërheq. Nëse jo, nëse ti kimi avon vëmendje, pa dyshim që e gjenë dikon tjetër, po shpresojmë që na dëgjojnë të gjithë dhe ta mësojnë ta themi këtë strategji. Nëse e shet që po e merr, aty bëhet pastaj një marrëdhënie e rrezikshme, edhe me rrezik për palën tjetër. Narcistat është shumë vështirë ta themi me i trajtu, sepse ata vinë në trajtim vetëm kur i detyron gjykata. Vetëm gjykata, po sepse nuk kanë faj dhe janë në rregull gjithmonë. Faleminderit shumë Elma që ishe sonte në Libero, faleminderit për bisedën. Mësuam shumë gjëra. Shpresoj, faleminderit. Shikues nderuar, këtu ndahemi bashkë, shihemi të premten, deri të premten, mirëmbëjtje.